Mikroskopiku Milton dihet që është shumë i vogël. A jeton në një orë tek cepi një shtëpie që ajo shtëpi përket një zonjushe me emrin Zonja Pastërtore. Asnjëri nuk e di që ai është aty, por përveç mikut të tij, Dokles, ku kalon gjithë kohën e tij duke fjetur gjumë para zjarrit të xhakut dhe sigurisht para jush. Ishte shumë herët në mëngjes ku Miltoni u zgjua nga një zhurmë e fuqishme tek ora. Ndoshta ka dalë Doklesi për ecjen e mëngjesit, mendoi ai. Më pas ja futi gjumit sërish. Dokles nuk ishte në humor shumë të mirë për ecjen e tij të mëngjesit. Ai kishte një mungesë të theksuar entuziazmi me zonjën Pastërtore. Dukesh me të vërtetë jo në formë, tha zonja Pastërtore ndërkohë që po shkonte në shtëpi. Ndoshta nga që ke shtuar pesh. Më pas Dokles kuptoi që ajo kishte të drejtë, por të fillosh dietën dhe ushtrimet fizike nuk ishte shumë ide e mirë për Doklesin. Por gjithashtu ai nuk kishte ç'të bënte tjetër. Pas mëngjesit, Milton shkoi për të takuar Doklesin. Ai hipi tek veshji i tij si gjithmonë. Sa herë që ngjitem lart më lodh shumë, tha i lodhur Miltoni. Ndoshta nuk jemi më në formë, duhet të jemi sërish në formë. Na nevojitën ca ushtrime dhe një dietë e shëndetshme. Kjo është ajo që na duhet. Kësaj ja kisha frikën, tha Doklesi me vete, por ai duhet të binte dakord. Miltoni vendosi të zbatonte një plan për ushtrimet fizike. Mëngjesin tjetër, Dokles ndaloi shëtitjen e tij të mëngjesit si zakonisht dhe Miltoni vendosi të bënte të njëjtën gjë. Ai mori një frymarrje të thellë dhe u nis për një shëtitje. Direkte nga cepi i xhakut tek tjetri. Sapo Dokles mbaroi ushtrimet, shkoi direkte të hante mëngjesin e tij, por Miltoni po e priste. Jo kaq shpejt, tha Miltoni. Mjaft me këto ushqime që të shëndoshin, i tha atij. Ja këtu, ha këtë gjethe sallate shumë të shijshme. Sa po mbaroi mëngjesin, Miltoni e nxorri jashtë Doklesin për në oborr që të fillonte ushtrimet e tij të vërteta. O, Zoti i madh, thoshte me vete Dokles. Kaq e nevojshme është kjo. Ushtrimi i parë, njoftoi Miltoni, është të kërcesh nëpër kopësht. Ti ke një avantazh më shumë se unë, që këmbët e tua janë më të gjata se të mijat. Miltoni u nis me një shpejtësi të madhe, por me këtë shpejtësi të fuqishme filloi dhe Doklesi ta ndiqte nga pas. Ushtrimi tjetër në agjend ishte ngritja e peshave. Doklesit ju desh të ngrinte kockën e tij të rënd lart në ajër, ndërkohë Miltoni duhet të ngrite një shkop të vogël koktejli me nga një qershi në të dy anët. Por fatkeqësisht, një zog erdhi të merrte qershit si një ushqim i shpejt për mbasdite. Ushtrimi i radhës ishte të hidhje topin dhe ta kapje. Tani, tha Miltoni, truku këtu është të mbash syt hapur tek muri. Miltoni dhe Dokles u ushtruan deri në drek. Dokles po priste me dëshpërim që Miltoni t'i sillte gjethen e tij. Vetëm kur zonja Pastërtore i vendosi në tas një fetë të madhe byreku e bërë nga shtëpia. Nuk duhet ta hash të gjithën me një herë, i tha ajo. Por mbi të gjitha ti je një qenush i mirë, tha ajo. Të dua ashtu siç je. Ushtrimet e tepërta mund të jenë të dëmshme për ty, tha me vete Doklesi. Dhe për çudi, mikroskopiku Milton mendoi të njëjtën gjë.